Është finalizuar me sukses operacioni koduar Hunters, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër bazuar në planin e masave të hartuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër për parandalimin dhe goditjen e rasteve të gjuetisë së paligjshme, kanë kryer kontrolle në zona të ndryshme të qarkut Shkodër. Gjatë kontrolleve në fshatin Ragam, shërbimet e policisë kanë konstatuar 5 shtetas që kryenin gjueti të paligjshme. Gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonin këta shtetas, u gjetën një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pushk, një armë gjahu teke, një armë gjahu shotgun municion luftarak, një dron dhe një shpendi vrar, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit EM, shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabisativa, e cila u sekuestrua gjithashtu në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve për këtë rast, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasit F 30 vjeç, EM 36 vjeç, KD 36 vjeç, VN 29 vjeç dhe SS 23 vjeç, të gjithë banues në Shkodër. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive, dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.